Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka dalë me njoftim zyrtar lidhur me operacionin në bashkëpunim me autoritetet finlandeze, ku goditëriet i trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike dhe sintetike. Sipas njoftimit të SPAK u lëshuan masa sigurie arrest me burg për 11 shqiptar, ndërsa janë ekzekutuar vetëm 9 masa. Po ashtu janë ushtruar kontrolle të shumta në banesë dhe ambiente biznesi, si dhe janë sekuestruar 8 automjete, 13 telefona celular dhe prova shkresore të ndryshme. Të arrestuarit akuzohen për veprat, prodhim dhe shitje e narkotikëve kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal. Procedimi penal është regjistruar pas kërkesës për bashkëpunim, që është paraqitur në datën 21 qershor 2023 nga Qendra e Policisë për Krime në Finland dhe Policisë Lonai Suomi, lidhur me hetime të zhvilluara për trafikim dhe shpërndarje të lëndëve narkotike të rrezikshme në Finland nga grupe të strukturuara kriminale të përbërë nga shqiptar në bashkëpunim të ngushtë me shtetas të tjerë finlandez, europian dhe aziatik. Sipas SPAK-u, gjatë viteve 2022 në vazhdim janë evidentuar 4 grupe të strukturuara kriminale. Këto kanë mundur të trafikonin në Finland sasira të konsiderueshme lëndësh apo substancash narkotike me rrezikshmëri të lartë. Droga trafikohej dhe transportohej nga Olanda dhe Spanja, si dhe më pas dorëzohej, tregtohej, shpërndahej në disa qytete të Finlandës, duke shfrytëzuar edhe një rrjet të mirë organizuar shpërndarësisht të lëndëve dhe substancave narkotike me qëllim sigurimin e të ardhurave të jashtëligjshme. Karakteristike e këtyre grupeve të strukturuara ka qenë bashkëpunimi mes tyre për realizimin e qëllimeve kriminale. Një pjesë e anëtarëve të këtyre grupeve janë arrestuar dhe dënuar nga gjykatat e shkallëve të para të Finlandës për këtë veprimtari kriminale.